Përshëndetje, mirë se erdhët në një video tjetër këtu në kanalin tim. Më në fund, një hapje siç thuhet këtu në shtëpi, e qet edhe për të bërë një vlog të ri. Kam shumë kohë që nuk kam bërë edhe nuk kam nisur një vlog siç duhet për ta nisur. Uroj dhe shpresoj t'ja dalim deri në fund, edhe kjo video të realizohet një vlog siç duhet. Tani, sot është hënë. Është mëngjes, jam bërë gjysmë gati, kam bërë vetëm flokët, i thënë që si kam bërë kush e di, po u lava dje dhe as nuk i kreja, as nuk i thava vetë, nuk i thava me tharëse, por u tham vetë, edhe i kisha si lesh. Sot thash do t'i sjell Terezi duke i bërë pak majat me mash, edhe uroj të duke mirë në fund fare, por do t'i kref. Fillimisht kam larë dhëmbët, dhe jam bërë edhe me ujë këtu. Tani dua të bëj make-up, edhe thash ndërkohë që unë do bëj make-up, why not të mos hap një vlog të ri dhe të flasim pak se u bë shumë kohë. E di që ju mezi po prisni video të reja. Ka ndodhur shumë gjëra. Dhe tani që unë mendoj për të bërë një vlog, kamera ime ka vetëm 10% karikim. Ndërkohë që unë sa vë futa një lavatriqe dhe do kemi një super zhurmë këtu herë pas here, se kam futur edhe disa gjëra të ngurta, besoj dëgjohen, dhe ato po bëjmë kështu kër. Gjithsesi, unë do të filmoj derisa bateria të shkojnë në zero, sepse e meritoni që unë do bëj vlog sot. Si që thash, ka ndodhur shumë gjëra në kaq javë, që unë s'kam postuar gati fare në YouTube, disa që më ndjekin në Instagram pjesërisht i din, dhe ata që s'më ndjekin fare nuk din asgjë, dhe marrin vesh tani. Ne kemi bërë sërish disa ndryshime në shtëpi. Kjo për arsye se para 2-3 muajsh Roy kërkoi dhomën e tij. Yes. Krevatin, dhomën, my space, dua vendet e mia, gjërat e mia, krevatin tim. Dhe unë e kisha planifikuar, e mbani mend për ata persona që më kanë ndjekur që në fillimet e mia, që atë dhomën që unë e bëra garderob, e kam patur bosh, sepse të thoja që po dërgoj Roin te dhoma nuk rrinte, ishte shumë i vogël, dhe unë e shfrytëzova e bëra garderob aq vite sa Roy të rritet. Dhe unë e kisha menduar derisa Roy të bëhet 8 ose 10, sepse më dukej ende i vogël. Por jo, ndodhi e kundërta. Roy filloi të kërkonte krevatin, dhomën, gjërat e tij, u rrit shumë shpejt. Nuk e di pse këta fëmijët e sotëm duket sikur po kalojnë adoleshencë të hershme. Edhe nejse, i thash Rogerti që deri tani e mbajta se e mbajta dhomën, se kisha unë vete për vete, por me sa shoh ka ardhur momenti për të bërë ndryshime, për shumë arsye. Një ndër to është kjo dhe tjetra do ta ndaj me ju më vonë. Pse? Më mbush mendja. Pra ishin 2 arsyet e forta pse më mbush mendja të liroj dhomën. Që ta mendoni dhe ju e dini shumë mirë, e mbani mend që ne dhomën e ribëm vjet. Me dhem zemra, e di, kemi shpenzuar 2 fish, edhe e kisha bërë dhomën më të bukur, të garderobën më të bukur që ekzistonte, edhe erdhi koha që unë ta lëshoj. Okej, ajo do jetë ende dhoma ime, sepse dhoma e fëmijëve është si me qenë dhoma ime. Por nuk do jetë ajo space i im, domethënë hapësira që vetëm për veten time. Gjithsesi, jam shumë e lumtur që më në fund Roy do bëhet me dhomë dhe gjitha rraqet, kukullat, Spider-Man, çdo gjë që ai ka të shkojnë te dhoma e tij. Më në fund të mblidhemi, sepse kur kisha dhomën time që rrinte aty vërdall ai edhe nga televizori edhe ndiej rahat, më thënë të drejtën, gjatë gjithë kohës me ka ndenjur rrëmuar, gjatë gjithë kohës, sado unë sistemoja, sado që unë mendohesha, ishte e pamundur. Derisa tani, po e mendoja se kur të shkoja në dhomën e tij, do ketë çdo gjë aty dhe çdo rrëmuj do i përkiste asaj dhome
dhe është gjë e kuptueshme një dhomë fëmijësh, normalisht do ketë lodra për tokë, mund të jetë pisë, se diçka të hanë ato e hedhin tokë. Dhe thash më mirë të jetë një dhomë sesa 2 dhoma, se dhe dhoma ime e garderobës shpeshherë më rrinte shumë rremuj sepse fusnim jo karrocën e bekit, jo ndonjë gjë të tepërt, se u dukte si hapësirë pak jo shumë e përdorshme nga të gjithë, përveç se meje. Edhe ishte si më kollaj t'i dërgoje gjërat atje, si ishte hapësira. E kam menduar të bëj krevat marinare sepse mbas një viti ose 2 duke parë Becky Roy, normalisht do kërkoj edhe ajo krevatin e saj dhe nuk kemi ndërmend që të ribëjmë sërish punime, ndërtime, mobileri, se vdiqem, realisht vdiqem se nuk e keni idenë se çfarë stresi është ti ndjekesh përmbrapa gjitha këto punimet, sidomos vetë dhe kur je meraklie e madhe. Kështu që menduam të bëjmë një krevat marinar, normalisht jo nga këto klasike që është shumë thjesht, por me sirtare, me shkallë, i gjerë, siç duhet të jetë dhe i bukur, normalisht dhe praktik, i rehatshëm, uroj, sa akoma s'ka ardhur. Ndërsa, te dhoma ime, se dhe pak përqind kemi për të folur dhe pastaj po luajm shpejt e shpejt. Te dhoma ime, kam patur atë gjysën balkoni që e futa brenda dhe çfarë ndodhi? Unë nuk po e shfrytzoja fare, vetëm me rraqet e fëmijëve dhe rrinte shumë rremuj aty. Thash do ta prish fare atë faqen dhe do ta fus të gjithë në dhomë, pra ta bëj të gjithën në dhomë, direkt me dritaren. Dhe kështu ndodhi, ribëm punime në dhomën time, e prishëm murin, e futëm brenda, muret i bëra me mikrocimento sepse marr shkak nga salloni që ne e kishim bërë më përpara, më thënë të drejtën, jemi ndjerë shumë mirë se pak po të bëhet pisë, lahet me një leckë, edhe s'ke nevojë ta lyesh një herë në vit. Dhoma ime që ishte ende me bojë, ishte bërë për të lyer dhe bëhet për të lyer një herë në vit. Po them maksimalisht, se mund ta lyesh edhe 2 herë në vit sepse çfarë nuk hedhin fëmijët nëpër mure. Edhe ishte bërë, kështu që mendova, bëm se bëm ndërtim, hajde ta bëjmë mikrocimento dhe mos ta lëvizim më të paktën për disa vite të mira. Kështu ndodhi, e zgjeruam dhomën, edhe te dhoma kam realizuar një gjysmë garderob. Pra, nuk e kam më atë dhomën garderob, por kam një gjysmë garderob. Them gjysmë sepse në krahasim me atë që kisha më përpara, por të jem e sinqert, mua mi ka marrë gati të gjitha gjërat esenciale për dita. Normalisht jo të gjitha sezonat, se nuk bëhet fjalë, edhe te dhoma tjetër unë nuk është se i kisha të gjitha sezonat, por mendoj se ja kemi dalë dhe kemi bërë një gjë shumë bukur për syrin, se për mua kjo ka shumë rëndësi, që mos jetë shumë e mërzitshme dhe sikur të ka bllokuar dhomët, ka dalë shumë bukur, do ju tregoj. Nuk e dini se do ju tregoj në këtë video, por do mundohem uroj të mbaroj, sepse mobilieri na ka lënë disa gjëra mangut ende dhe na i sjell. Shpresoj këtë javë ta mbyllim dhe dhomën e Roj dhe do ju tregoj se si ka ardhur, por gjithsesi po ju tregoj me fjalë tani, pastaj me imazhe do ta shikoni. Edhe nga brenda është bërë garderob, nga jashtë duke diçka se kam bërë me dru dhe e kam bërë shumë bukur, me dru lisi, me ovale, mikrocimento i ka dhënë shumë sy dhomës, ndryshova krevat, pra krevatin që e kisha dërguar vjerrës, që e kisha bërë kur u martova, ka qenë shumë i bukur, kur e kam bërë atëherë sa po kishin dalë në modë këto lloj krevatesh, dhe ju tregoj, pse e mbani mend, ato që kam pasur në fillim, sepse krevati që unë bëra më vonë, ka qenë planifikuar që t'ishte një krevat sa gjithë dhoma, pra të merrte krevatin dhe 2 komodina anash. Dhe i kishim bërë super gjigant që t'ishim rahat me fëmijët, edhe më thënë drejt kemi qenë shumë rahat, flinim rahat, sikur ishte tamam për të fjetur 3 vete dhe më shumë, sepse e kisha realizuar super të madh dhe pse kisha shumë vështirësi të gjeja ambulesa, do t'i bëja me porosi, qërqaf, se nuk ishte në vende gati, se ishte thash shumë i madh. Dhe çfarë bëra, ja dërgova prapë vjerrës, kemi bërë exchange, sërish, kam marrë krevatin tim që kisha dhe i dërgova këtë të riun. Dhe tani e merr dhoma, se krevati që kam patur ka qenë krevat normal si gjithë të tjerët, edhe ka qenë planifikuar për çdo lloj dhome. Kështu që krevati që rimora
ka bërë që të ketë akoma më hapësirë anër, sepse nga njëra anë kam krevatin e bekit, nga ana tjetër kam komodin dhe kondicionerin. Ju thash që më mbaroi karikimi, por nëse unë bëra gati, bëra këtë make-upin këtu, edhe erdhi beki se kisha nxjerr xhiro. U mora pak me të se nuk më lë. Tani e qova se do flet gjumë se s'kemi fjetur gjithë natën. Edhe normalisht ka shkuar dhe ora 11:15. Tani do më duhet të bëhem gati të vishëm, por ndërkohë që unë do vishëm, do bëj dhe një get ready with me në TikTok, si që bëj zakonisht për ata që më ndjekin dhe atje. Dhe këtu jemi paka shumë te garderoba e re. Kaq për momentin ju tregoj se ende nuk ka përfunduar. Mund të them që është shumë bukur, më pëlqen, është më e mbledhur, kupton? Do të thonë, e kisha gjithë dhomën, por ndonjëherë e ke dhomën dhe më rrëmuj bëhet, ndërsa këtu është më e ngushtë, më e vogël, por janë të mbledhura gjërat edhe të gjitha janë në vendin e vet, gjithsesi se është e lartë, e gjerë, aq sa duhet të jetë. Nuk ju kam treguar qokon këtu juve. E kishim filmuar videon kur ja bëra dhurat Rojit surprizë. Si më qoko është mashkull. Si më shef, ka sytë si mami vetë, si unë. Shkoj një pak sytë, tani po bën 3 muajsh për pak, do shkojmë t'i bëjmë dhe vaksinat, detajet, se nuk ju kemi treguar. Ky është dasuri, është shumë i shkathët kështu. Nga përshkrimi që më kishim bërë, mendoj se është më shkathët se që mendonin ata që janë. Dhe ky është miku jonë dhe juaj, më i ri dhe më i bukri. Opa, jemi veç të 2 çokoladë sot. O dasuri. Por si që thash, nuk e di se çfarë më ka patur karta memorit, nuk e thash, por duhet t'ju them, shpresoj që kjo karta memoris të jetë okay. Të gjitha ato që unë kisha filmuar, ik tani. Nuk po hapeshin në kompjuter, edhe të gjitha video që unë kisha bërë, disa filmime, pra nuk do kishit mbetur pa vlog, se kam filmuar, po ndonjëherë zoti thjesht nuk dor që unë të postoj. Si që tharë dhe sot, sa po unë vendosa të bëj video, kamera nuk ishte karikim. Tani, të bëjmë gati dhe erdha sërish. Jam veshur, bërë gati dhe t'ju tregoj dhe juve këtu lukun tim për sot. Kam vendosur këtë syze që mora në Milano nga Miu Miu, bluzën e kam marrë tek Mango kur isha në Milano, pantallonat tek Zara vjet. Çanta është Bottega, kam marrë që vjet dhe I love it, e kam përdorur shumë. Loafers janë nga Gucci, edhe ky është luku im për sot. What do you think? Që do shkoj të shikoj koleksionet e reja që mezi po I presim, disa nga veshjet që janë bërë gati dhe janë për provën e parë. Kemi fitting sot. Që në ditët në vazhdim të shikojmë datën që do lançohet. Tani të iki unë, t'ju përshëndes bashkë me çokon tim, se kur nuk është Roy, ky është jimi. Edhe shihemi ndërkohë gjatë ditës në punë. Dasuri, sa I bukur je ti. E ka marrë mami vet, me sytë e vet, njësoj. I love you. I love you. O sot me ndjek kudo që jam unë, rri me mua. Ky suku I më I mirë. Ky suku I më I mirë. Roy vdes për këtë. Vdes se ka shumë qef. Por shumë I mirë. Edhe pse mua më bërë muj këtu. Nuk është da që mirë. Nuk je da shumë I mirë. Mi ke hedhë gjitha në tokë. Imagjinoni pejme në vitit 3 çfarë do I bëj. Apo s'do kemi pemë. Do kemi çokon dhe s'do kemi pejmën? Ha? Një plan edhe kështu drejt dritës natyrale. Shkojnë sa bukur duket. Nuk do e tregoj si më ende rëmuj. Jemi shumë rëmuj. Por që më zi pres të sistemohemi dhe t'ja u tregoj të gjithë. Po flas me të vogël se më vendosur bekin e gjumë. Dhe po e marrë vesh unë jam vërdall. Shihemi më vo. Sa po erdha këtu tek Beauty Time, kam orarin e Lazarit sot.
Po bëj mbas 4 muajve, sepse në verë nuk kam bërë fare lazer, kështu që sot erdha për të bërë seancën e mirëmbajtjes. Unë kam bërë lazerin totalin, por që e mirëmbaj. Gjatë verës jo, nuk lejohet, kështu që tani gjatë dimrit do e bëj rregullisht. Timi gati për verë. Jemi këtu. Ja, u tregoj dhe juve, këtu lazer që bëj unë është këtu. Është super mirë. Për mua ka patur super rezultat. Honet, tani bëhemi gati. Për pos kësaj vajzat janë shumë mira këtu. Tani ika se do zhvishëm. Shumë ka rrige. Sa po ndam unë dhe Rogerti, ai shkoi për të bërë disa pagesa, gjëra që kishte për të bërë dhe unë tani jam drejt për tek shkolla e Rojt, se për pak mbaron mësimin dhe duke qenë se është orari i shkollës edhe të gjithë janë drejt shkollës, ka trafik. Çfarë bëra deri tani? Domethënë, mbarova siç dola në mëngjes, shkova shpejt te puna dhe provova 2-3 gjëra se kisha orarin e lazerit, pastaj te lazeri. Normalisht kemi atë racionin ton me Rogertin që pim çdo ditë kafen. Nuk e pim fiks në orar, domethënë siç duhet për ta pirë, por kurdo që dhe sido që të jemi ne, ato momentin tonë e kemi patjetër në një moment të ditës. Kam filluar mbar tetorin, se jam marrë me shumë gjëra që kisha lënë pas dore. Kam filluar që të bëj me lazer strijat. Kam bërë çfarë kam bërë tjetër. Çdo ditë kam bërë nga një gjë për trupin, sot bëra lazerin. Të gjitha ditët e tetorit i kisha të zëna me nga një gjë për veten time. Unë tashmë jam dobësuar, jam fiks në kilogramin që kam qenë para se të lindja Bekin, pra para se të mbesja shtatzan. Edhe jam shumë okay me peshën, por jam jo okay me gjendjen e trupit tim. Kam shumë punë, kështu që më duhet nis palestrën, do ta gjej një moment të duhur, që mos të jetë shumë kështu si me trysni, më tepër të jetë si qef për të shkuar se sa duhet të shkoj patjetër në palestër. Nuk e di pse videot më të bukura, siç ishte ajo e Disneyland Milano, nga që i kam filmuar me iPhone 15-ën, nuk më kanë dalë të bukura fare, kanë dalë si të zbardhura. Gjë që u mërzita shumë kur e arrita ta shikoj në kompjuter, sepse në telefon ishte çdo gjë okay dhe unë prandaj nuk e kam kuptuar. Gjithsesi kur i pash u mërzita shumë, por thash meqense se materialet janë, edhe pse është pak më zbardhur, ta postoj. Hello nga dita tjetër. Unë përfundimisht e marr veten në sysh, domethënë, nëse unë nuk bëj video është pikërisht kjo këtu. Sa po unë vendosa të bëj një vlog siç doja unë, kamera s'kishte karikim, okay, karikuam, vazhduam. Pastaj mbasi unë e nisa ditën bukur duke treguar detaje, hapa që po bëja gjatë ditës, gjeni çfarë? Karta memorjes full. Yes. Kështu që një ditë e gjysëm nuk filmova dhe ja ku jemi sot në ditën tjetër. Thash, po jap kamerën këtu t'ju tregoj pak outfitin e ditës që unë kam veshur sot. Është ky trençi i lëkurës që vjen set me këto pantallonat gjithashtu të lëkurës. I kam kombinuar me këto çizmet e Chanel. Këtu është bërë një super rëmuj se kisha edhe Bekin në përkëmbë. Realisht kjo java ka qenë java më e tensionuar, nuk e di pse. Beki është shumë tekanjoze këto ditë. Shumë e grindur. Vetëm me mua në krah, nëse unë ja prish për diçka qanë dhe ka një të qarë kështu, si të qarë i nati, keni parasysh? Edhe mezi qetësohet. Jam shumë e lodhur, akoma për shku në punë. Jam shumë e lodhur, tani më duhet të fik këto dritat këtu, ring lightin, dritat e garderobës, edhe të dalë shpejt se janë bërë shumë vonë. Për ato veshje që nuk në rrimë më, këto gjinset
Janë masë madhe, normalisht janë teka, kush i kap tek Aldas Klose. Tani kam dhe disa të tjera, janë të gjitha të reja, mund t'i vesh nga 2 herë, 3 herë maksimumi, sa e shumë sa kam unë, Zara. Kjo është masa 24, normalisht nuk më bën më. Edhe po shikoja se çfarë nuk do përdor më, se është mbushur garderoba full me veshje të reja. Do i shisim atje. Punë edhe pak fjalë, punë. Sot ka qenë një ditë e gjatë. Sapo piva një kafe me Rogertin. Tani ai shkoi tek punët e tij, unë tek të mia, në fakt do shkoj në shtëpi. Doja të bëja një video të tregoj gjëra që kam blerë në Milano. Mendoni juve që ende nuk kam bërë unboxing dhe ende nuk i kam hapur, as nuk i kam veshur edhe për veten time. Por si që ju kam thënë, ato punimet të shtëpia na kanë munduar i qik me thënë drejtën, sepse unë kam shumë inat kur punimet, por gjërat i lën gjysëm, sidomos këta mobilieret. Dhe unë kam shumë merak se kur e bën planin e ndarjes sistemit, seriozisht e ka ky është në kursinë e gabuar dhe është hapur ascensor, semafor, zotëma. Shikoni tani se çfarë bëri kjo makina përpara meje. Ka zënë kursinë e gabuar, ishte semafori jeshil dhe nuk ma liroi. Jetojmë në Shqipëri. Dhe nuk e di pse janë kaq rënd, o zot. Është kjo rruga këtu, kryesore, që duhet të shkosh ose majtas ose djathtas. Ai kishte zënë kursinë dhe eci drejt. Nuk di. Dhe unë tani duhet të pres derisa të hapet sërish semafori dhe këtu vënon një qik. O zot, nuk e di pse ndonjëherë më kap një lloj inati nga brenda që nuk do bëhemi kurrë dhe nëse ti edhe nis ditën pozitivitet, nuk je shumë mirë me veten tënde dhe mendon se të shkoj dita shumë mirë, robi i parë që të del para ta prish totalisht humorin e ditës. Tani do ju bëj një pyetje dhe dua përgjigje nga ju në komente. Këto 2 vitet e fundit, normalisht nga viti që isha shtatzane dhe pastaj linda, nuk kam bërë fare vlogmas. U bë 2 vite. Nuk e di nëse 2 apo 3, por di që këto vitet e fundit nuk kam bërë fare vlogmas. Tani, mua më pëlqen shumë si periudhë, është periudha më e bukur. Bëj blerje, bëj udhëtimi, bëj gjitha. Nuk është se s'kam çfarë të tregoj dhe do ishte boring. Thjesht që të tregoj me sinqert, vlogmas janë angari, sepse duhet të bësh minimalisht 25 vlogmas çdo ditë, të filmosh, të editosh, të jesh sa më shumë me ide të reja, aktive nga çdo gjë, do të thënë pra ti duhesh të jesh e përfshirë të paktën ato 25 ditë. Nga eksperiencat e më përparshme, e them se janë vërtet intensive si vlogje, por janë dhe shumë të bukura, por është një periudhë që, me thënë të drejtën, nuk është se vlogjet marrin shumë shikueshmëri, pavarësisht se pëlqejnë shumë si vlogje dhe kërkohen, por nga fakti që ti poston çdo ditë, nuk e kanë ato shikueshmërinë që duhet të kenë për punën që ti bën. Tani, më thoni juve, mendoni që unë t'i bëj vlogmas çdo ditë, apo të bëj vlogmas, weekly vlogmas çdo javë, pak a shumë siç bëj tani vlogje, por të jenë të dedikuara asaj periudhe. Tani më shkruani në komente dhe më thoni poshtë videos që edhe unë ta kuptoj se sa reagime pozitive ka që unë të bëj vlogmas. E di që këto vlogmas do jenë më të bukura se asnjëherë tjetër, se normalisht do jetë Beki, Roy. Shikoni pak se kush ka dalë për shopping. Kemi ardhur këtu te Blue Stari se nuk po rrinte Beki dhe kemi për të bërë disa blerje. Tham pse jo, dalim bashk.
Opa, bravo. I bëm dhe blerje tona. Bërëm blerje që s'kishim fare në plan për t'i bërë. Nice, kjo jam unë, kështu që... Arite, mama! Mëngjesi nga dita tjetër. Tani, mbrëm, mora unë ato blerje që bëra tek Sisley, mirë thash, po? Edhe... I hapëm se erdhëm në shtëpi se duhet të justifikohesha tek Roja se çfarë kam bler për macën. Edhe më shumë mora gjëra për macën, mora disa llastiqe për bekin, çfarë mora? Një kuti për të futur ato gjërat ushimin e macës, që ishte shumë e lezetshme, estetike. Ka gjëra të lezetshme. Është një dyup i Zara Home, pak a shumë disa pjesë aty, disa gjëra. Se po shikoja gjëra që unë i kam bler te Zara Home 2 fishin e lekëve. Gjithsesi, unë i hapa mbrëm, i çpaketova, spriti njëri për të bërë haul. Tashi po bëj një Zara Home haul, meqense këto nuk i kam hapur. Po tregoj pak se çfarë mora para 2 ditësh tek Zara Home që ishim tek Tegu. Kam marrë këtë setin e qërçavëve për krevatin e Rojit. Shikoni pak. Është një material shumë i ngrohtë. E kam në gojë këtë materialin se si quhet, po s'po më vjen. Ka të shkruar këtu, jo. Materiali është pambuk, okay, po është kështu nga këta që fanallat, okay, që është edhe ngrohtë. Më pëlqeu shumë ky printi, duke qenë se dhoma është tërësisht e bardhë, dollapi i bardhë, krevati do jetë në material druri, si kjo këtu, jo kjo e errta, ajo e hapura. Është shumë i bukur dhe mendova pse jo, pse ti marr qurçavë të bardhë, gjëra boring. Më pëlqeu shumë kjo, aq më tepër që dimri ka nevojë për pak cozy, keni parasysh Christmas, do vinë këto ditët shumë të ngrohta në shtëpi dhe janë yll bukra. Mora këllëfin e jarganit. Mora këllëfin e dyshekut, që është me lastik. Këtu, pra i mora set. Dhe normalisht 2 këllëf për jastiqet. Uroj t'i bëjnë, nuk po i hap tani. Sepse do i laj, do i thaj te tharsja dhe ti kem gati, por ende nuk ka ardhur krevati, kështu që nuk po i le rëmuj që të marrin sërish akoma më shumë plura nëpër këmbë. Mora pijama për bekin. Zara e kishte hequr, Zara Home e kishte hequr opsionin që ti t'i bësh pagesën në dorëzim, pra kur t'i bën porosi online. E kishte vetëm me kartë porosin dhe nuk po gjeja për Rojin. Kam gjetur vetëm për bekin. Që duhet të thoja, është vetëm opsion me kartë. Unë nuk dua t'i shpenzoj ato të kartës, sepse kur vjen Zara Home pas 1 javë, 2 javë, më mirë të vi dhe t'i dorëzoj aty te dyqani, kasa janë gocat. Pse t'i harxoj unë nga lekët e kartës? Kështu që më mirë shkova i mora atje, fizikisht tek dyqani, meqense kisha për të kthyer një palë këpucë të bekit, si rinit të mëdhaja. Jam shumë keq me plurat. Më vjen sërish. Mora këto pijamat për bekin. Janë shumë të lezetshme, kanë këtë formën kështu. Dhe tutat, i kam marrë për moshë 1 vjeç e gjys 2. Se trupi i bekit është fiks për këtë moshë. Kalojmë tek blerjet tjera. Kam bërë blerjet e për veten. Marrë një palë pijama, më pëlqen shumë. Shumë fare. Materiali është shumë i freskët, pra për tani në dimër, nuk është se janë shumë të ngrohta në krahasim ato që unë kam, por më pëlqen shumë se kanë këtë ngjyrën dhe kombinimin me këtë blun këtu, nuk e di, adhurova direkt dhe thash më shkojnë shumë tani edhe tek dhoma e re, o zot. Duhesh një palë pijama të reja. Edhe mora këmishën bashkë me pantallonat, që kanë edhe pantallonat këtë gjën këtu. Unë kam plot pijame
nga të mia, nga Mitile Studio, kam të marra nga një faqe që janë nga Anglia, UK, por thjesht nuk ngopëm, pijamat përdoren gjatë gjithë kohës, çdo ditë konsumohen dhe shpejt, se përveç çdo ditë edhe do t'i lash shpesh edhe normalisht se konsumohet, dhe pak na dalin nga qefi dhe pak duam gjëra të reja, kështu shkon kjo punë. Tani i mora edhe një palë tjera Bekit. O zot, ndjes se nga plurat e kam këto. Këto, shikojeni, paka shumë si qërqafët, kolofin që i mora të roj, prandaj do edhe një palë për roj në këtë ngjyrën. Por që nuk gjeta, moroj her tjetër të gjej. Edhe shikojni pak sa cute që janë. I kam marrë dhe Bekit goxha pijama, se normalisht më shumë po rrim në shtëpi, edhe të rrim të veshur bukur, më pëlqen kjo gjëja, ka këto 2-3 vitet e fundit që romantizoj çdo gjë, domethënë edhe në shtëpi, edhe kur bëhem gati, dua çdo gjë që duket shumë estetike, shumë bukur, sidomos kur bëra dhe shtëpinë thash, tani të lutem, asgjë jo estetike në shtëpinë time. Kaq që thjesht. Thjesht jam super fiksuar për çdo detaj. Erdhi Beki. Për vetët e Zara Home mora dhe këtë gjën këtu. Është një bluze me këtë materiale. Nuk e di, unë vdes për këtë green. Prandaj çdo gjë që mund të shoh me këtë green unë e marr në shtëpi. Po ka këto kopsat këtu para, nuk e di, thjesht më pëlqeu diçka basic që ta kem dhe për ditshmëri për ta veshur me xhaketa poshtë. Më thënë, ato poshtë xhaketat lart, po që ta kem kështu si basic për të ndëruar. Çfarë do ti, kamerën? Kamerën? Ja, mami. Kaq ishin, nuk e di nëse mora gjë tjetër. Duket se mora disa gjëra tjera, harrova ku lash. Ta merr mami, ta jep mami tani. Su kujtova, mbrëm mora dhe këto varset. Mora, unë i kam të zeza, thjesht i mora t'i kem për në rast që s'kam fare. Shikojni, i doja të zeza po nuk ishte. Mora dhe këto që vetëm to ishin të zeza për t-shirte, se të ky materiali rri më mirë t-shirtet. Ndërsa të këto, sikur nga që është si velvet edhe nuk rrinë rahat, nuk i merr rahat edhe i vendos rahat. Kaq për momentin, vazhdojmë të jemi rrëmuaj, mbase në videon tjetër, në videon tjetër do ju premtoj që do ju tregoj garderobën e përfunduar, shpresojmë. Pastaj, javën tjetër mendoj se përfundon edhe dhoma e roj dhe ato do ja u tregoj të përfunduar. Tani, ju gjatë gjithë kohës thoni një home tour. Nëse ju doni një home tour, ne duhet të shkojmë patjetër 20.000 subscribers. Ju lutem, të bëj unë tani një home tour, duhet të aktivizoj gjithë shtëpinë, disa t'i nxjerr jashtë, që të jem në qetësinë time, edhe normalisht të vendos çdo gjë në vendin e vet, se fiksimi im aty është që të jetë çdo gjë siç unë kam planifikuar në fillim në vendin e vet. Dhe për të bërë gjithë këtë gjë, normalisht që merr pak punë, dhe për të u aktivizuar gjithë kjo gjëja, do pak nerva. Kështu që ju duhet të bëni subscribe edhe të më tregoni që jeni gati për një home tour. Vetëm në këtë mënyrë, duke bërë subscribe, komentoni, bëni like, bëni share, dërgoni ani shoqeve tuaja, bëni çfarë të doni juve, thjesht ne duhet ta meritojmë atë gjë. Dhe unë t'ju them këtyre, ja vlen që ju të dilni jashtë, të bëjmë këtë video. Tani kalova në tualet për të bërë gati, sistemova pak Bekin, edhe mendoj se jam më e lirë tani, uroj mos të lëviz dhe mos të vi prapë, se nuk rrim pa mua në asnjë sekond. Tani, me qenë se po bëhesha gati dhe unë për të bërë gati, thash të flasim pak se vlogu i para fundit është postuar ai i Parisit që ishim në Disneyland. Edhe pyetjet kanë qenë na flet pak më tepër rreth Disneyland, eksperiencës, hotelit e kështu me radhë.
në bazë të eksperiencës time. E para e punës, zgjidhni ju se si doni ta bëni këtë udhëtimin, sa lek doni të shpenzoni, ose organizimi çdo gjë tjetër është në dorën tuaj. Pra, unë herën e parë kur kam qenë, hoteli nuk e kam patur në Disneyland, por kam qenë në hotel në Paris, sepse kam qëndruar dhe kam vizituar dhe Parisin dhe Disneylandin vetëm një ditë. Tani ne kemi shkuar këtë herë me synimet e qarta vetëm për në Disneyland, nuk kemi dalë parë në Paris, sepse unë e kisha planifikuar që gjithë eksperiencat ishte Disneylandi dhe jo të vizitoja Parisin me 2 fëmijët, normalisht është gjëja e fundit që mund të mendoja. Dhe gjithmonë pa ta thënë, kur të shkoj në Disneyland me fëmijë, do e marr hotelin aty për shumë arsye. Arsyeja e parë është komoditeti. Shkon deri aty me taksi dhe ti je brenda, aq më tepër që Beki është e vogël dhe kisha nevojë vërtet që t'i bëja të gjitha dhe ta shijoja, të krijoja content, edhe shijonin fëmijët, edhe mos e lodheshim deri në atë pikë sa të marrim taksi ose metro. Sa vetë kishin thënë gjunam që gjithaj hotel mos e ketë bileta. Biletat e Disneyland nuk kanë lidhje me hotelin, pra ne kemi paguar për fjetjen, për qëndrimin aty brenda. Fjetën dhe mëngjesi brenda i përfshirë. Hoteli normalisht është goxha i shtrenjtë, nuk është hoteli më i lirëmueshëm, nga vetë fakti që hoteli ndodhet brenda në Disneyland, ka kostën e vet dhe ka gjithë gjën e bukur që të ofron. Ishte i mrekullueshëm, halal çdo lek që unë kam shpenzuar për këtë udhëtim. Jo çdo njeri e mendon që të shkojë te Disneyland, të marrë edhe një super hotel edhe t'i ketë të gjitha. Ka njerëz që nuk e kanë problem fare për hotelin, nuk duan që të kenë këtë komoditetin, tani kush nuk do, por që nuk e ka problem, mund të marrë taksi, por ti nuk duhet patjetër të pronatosh te ky hotel i mirë dhe patjetër ndryshe nuk e merr këtë eksperiencën e bukur që të ofron Disneylandi. Absolutisht jo. Ju mund zgjidhni pafundësisht ka hotele dhe të tjera afër, edhe ndoshta brenda në Paris, edhe pra ka opsione pafund edhe sërish ju e merrni këtë ndjesinë e bukur që të ofron Disneylandi. Ndaj, ju e bëni zgjedhjen në bazë të buxhetit që ju keni vendosur për të shpenzuar në rast që shkoni në Disneyland. Unë këtë herë e mendova të tillë, nuk do bëj një fest për Roin, pra siç kemi bërë çdo ditëlindje tjetër në vitet e kaluara, por do organizoj një udhëtim të bukur, të paharrueshëm për neve të gjithë. Edhe siç po thoja, të gjitha të shpenzimin që unë do ta bëja këtu, e mirë mendova dhe thash, do të bëj diçka të bukur, do shkoj te ky hoteli, do shpenzoj çik më tepër, por ja e bëra këtë ditëlindje që unë kisha menduar ndoshta për ta bërë edhe në Shqipëri. Jo, nuk është shtrenjtë, pra është një atmosferë shumë e bukur që mund të fillojë nga një kosto, mendoj, nga 500 euro, përfshirë dhe bileta, hoteli gjithë, e më lartë. Unë nuk të dhe them kostën me shifra, sepse është zgjedhja ime, pra nëse ju shkoni dhe shikoni tek booking hoteli, mund të shikoni dhe çmimet në bazë të dhomës që ju zgjidhni. Ne nuk kemi patur dhomën ekstra deluxe me vask brenda, me pamjen prallore, aty çdo dhomë është fantastike. Normalisht i gjithë koncepti i hotelit është njësoj kudo, por patjetër që ka dhe atë më të mirën e luksi që është edhe më kushtueshme se dhoma që ne kemi zgjedhur. Ne kemi zgjedhur një dhomë për 4 persona, pra 2, siç e keni parë, 2 krevat dopje, që unë fleta me Bekin dhe Roy me Rogertin. Kështu që dhomë shumë e mirë, me pamje shumë të bukur gjithsesi, nga rruga e kishim, edhe nuk mendoj se kjo ishte dhoma më e shtrenjta aty, pra ka dhoma akoma më të shtrenjta. Unë sugjeroj hotelin, dikush që ka dëshirë të shkojë te ky hoteli shkon, sepse e ka menduar, njëjtë si unë, ose e ka pëlqyer, dhe thot pse jo, këtë ditëlindjen ose këtë rastin që unë do ta shpenzoj atje, është e arsyeshme për atë. Mendoj se duhet të përgatiteni përpara për sa i përket veshjeve dhe veshjeve të Mickey Mouse. Unë për shembull, në momentin e para 2 muajve, që preva, jo para 2 muajve tani që flasim, para 2 muajve para se të shkonim, preva biletat, pra e kisha menduar që këtë vit ne do shkonim, thjesht nuk është se kisha bërë diçka konkrete, se nuk i dihej se si ishin gjërat.
Në momentin e parë që unë kam prerë biletat dhe u vendos që ne do shkojmë atje për ditëlindjen e Roit, fillova dhe bëra të gjitha përgatitjet, sikur do ndodhte nëse do e festoja në Shqipëri me një festë, siç bëra ditëlindjen e Bekit për shembull, që kam filluar gjithashtu 2 muaj para. Pash për veshje tek Temu normalisht, se janë gjëra që ti do t'i vendosësh vetëm një herë, vetëm për vibe-in, do shkosh atje dhe do bësh këtë gjë. Dhe cik, nuk është se do kthehesh dhe do vesh veshje çdo ditë. Nuk është se vlen nëse është cilësi e mirë apo cilësi e dobët, mjafton të jenë të bukur. Edhe çantat që mi kanë pëlqyer shumë dhe kanë patur shumë impakt në Instagram flas, kanë patur shumë pyetje se ku i kam marrë, aty tek Temu. I mora të gjitha gjërat e Disneyland, pra veshje, çantë, veshjen e Bekit, 2 veshje i mora, se nuk gjeta veshje të tjera, personazhe të tjera për moshën që kishte Beki në këtë periudhën, edhe i porosita aty me erdhën për 2-3 javë, i kisha futur në një pako, i kisha bërë gati, paka shumë çdo gjë kam patur gati, nuk është se jam stresuar ditët para se të kisha udhëtim, se keni menduar të shkoni dhe keni prerë biletat, nga ai moment shikoni, hyni në Temu, porosisni vesh, sepse atje janë shumë shtrenjtë, 15-20 euro veshët, dhe nuk ja vlen duke i gjetur 5 euro 3 vesh, 3 palë vesh. Kështu që mendoj se ka opsione pafund Temu, edhe çantat unë i mora diku te 25 euro, diçka tillë. Lek, këtë si, se mbaj mend mirë, ndërsa atje ishin 50 euro një çantë. Unë në të gjithë porosinë e Temos në atë periudhë mbaj mend që kam paguar diku te 200.000 lekë, që kam blerë dhe gjëra të tjera, jo vetëm këto për Disneyland, por ta mendoni, kam marrë pijama për Rogertin, për veten, kam marrë vesh pafund për Bekin, çorape me vesh për Bekin, kam marrë kapele për Roin, kam marrë ato 2 personazhet për Bekin, 2 çantat, shumë gjëra, domethënë edhe gjëra të tjera që tani për moment nuk i mbaj mend, por zgjidhja më e mirë është Temu në këtë raste që ju nuk doni të shpenzoni shumë lek dhe nuk ja vlen të shpenzoj dikush më shumë lek për këtë gjë. Ne kemi blerë gjëra atje, nuk them, për qef, më shumë për kujtim, por këto që do i blinim, me patjetër, i mora në Temu dhe nuk shpenzuam lek atje. Nëse do dëgjojnë që do i thonë njerëzit, jo për fëmijët janë të vegjël, nuk e shijojnë, është okej që nuk do e mbajnë mend, se besoj Beki nuk do arrit ta mbajnë mend, do shta 3 lart edhe mund të mbajnë mend. Por Roy, mosha Roy 5, 6, 7, 8, do të thënë është mosha ideale për të udhëtuar dhe për të bërë një ditëlindje në Disneyland. Por edhe Beki e ka shijuar, ju betohem, nuk e di. Kam parë një version tjetër të Bekit, ishte shumë entuziaste, i kishte shumë qef, të paktën nuk ka frikë nga personazhet, kur u afru Miki i madh, ajo vetëm luante. Nuk e di sa keni arrit ta shikoni nga videot, por që ka patur shumë momente më të bukura që nuk arritëm dot t'i filmonim, se sigurisht nuk është se kemi qëndruar gjithkohës me kamerën në dorë. Jemi për gjithë udhëtimin që ndodhi, ishte gjë më e bukur. Kështu që ja u sugjeroj, nuk di nëse ka mbetur diçka tjetër. Mjafton ta mirë organizoni, detajet shikoni mirë që t'i shijoni të gjitha. Hoteli kishte shumë aktivitete, kishte pishinë, kids club, kishte orare për të fotografuar personazhet, kishte një kështu shfaqje të vogël aty tek holli, tek mëngjesi ishte super, pamja ishte fantastike, çdo gjë ishte perfekte, pra realisht ja u sugjeroj se pjesën më të madhe të kohës në hotel e kemi kaluar dhe hoteli na i ka dhënë gjithë ndjesinë e bukur. Pastaj dilnim tek pjesa e Disneyland, tek lojra, gjërat, po kur bie shi, që është e vërteta, nuk është dhe aq e bukur sa duket, se je gjithkohës me qese, me çadër, me siklet, sidomos me karroca. Pra gati, mendoj si i kam thënë të gjitha, nëse ka ndonjë pyetje ekstra, mund ta shënoni, mund ta lini këtu te ky vlogu tjetër dhe unë t'ju kthej përgjigjen në një tjetër vlog, praktikisht. Sepse mund të kem harruar diçka dhe më duket sikur flas shumë zgjatën dhe video shkon shumë, vetëm mund duke folur.
Dhe këtë rrethin e mora mbrëmë atje. I bukur, shumë i bukur, dhe ja vlen duket 3500 diçka atje. Unë i kam bler para 3 vitesh në Amazon, pa ta bërë përësi diku te 7-8 radhë si këto. Edhe të gjitha ngjyrat. Mi kam pëlqyer sa herë postoj edhe në Instagram pyetni ku i ke marr, se nuk kam pas ardhur këtu. Tani më duket i kanë sjellë dhe kozmetikat e thjeshta dhe kudo i gjeni. Janë shumë praktik kur bëni make-upin, vendosni këtë dhe të gjitha flokët kalojnë pas dhe ke fytyrën e pastër për të bërë make-upin pa patur flok në për fytyrë.